Komuna e Strugës ishte në koqirja e si vjet me editës e liçenit të Ohrit që shënohet çdo 21 qershor. Kryetari i Strugës Mendi Qyra tha se ka shumë punë që duhet bërë rreth bregut të liçenit, gjersa përmendi edhe kontrollin e plazheve që të jenë në shërbim të qytetarëve. Ne patjetër që duhet marrim të vendosim rregull rreth plazheve dhe për atë për fat të keq nuk kaloj si vendim në Këshillin e Komunës së Strugës për të marrë spakti një kontrollin e plazheve, por më vonë edhe pronësinë e plazheve për të rregulluar të gjithë bregun e liçenit të Strugës që për fat të keq me vite të tëra është krijuar. Kryetari i Bashkisë së Pogradecit foli për një projekt që sipas tij do të jetë një rëndësie të madhe, lidhja e tre qyteteve me linja të rregullta ditore me anija. Bashkëpunimi i bashkisë tonë me dy komunat e Strugën dhe Ohrin ka të bëjë me një bashkëpunim të mirë midis të treja komunave për të shfrytzuar të gjitha resurset që kanë të treja këto bashki, me qëllim që të ndihmojmë qytetarët tanë për të rritur sa më shumë turizmin, sigurisht edhe ekonominë e tyre. Komuna e Ohrit fokusin e vuri tek shtegu i biçikletave që e lidh Strugën dhe Ohrin. Ku imame zajednički problemi koji treba da gi diskutirame i da gi rešavame, vo interes na trite grada, zato što vo najgolem del imame projekti koji treba da gi srabotime, koji će gi povrzat, podobro poverzuvanje, na primjer, na gradovite. Imame v Ohrid inicijativa već je 10 godini neli za velosipedsko poverzuvanje, infrastruktura za velosipedsko poverzuvanje na dvete grada. Danes gradonačelnicite načina isto taka za brodsko poverzuvanje, linija pomeđu Ohrid, Struga, Pogradec. Liçeni i Ohrit është ndër më të vjetrit dhe më të rëndësishmit në Evropë. Në ditën e tij, 21 qershor, synohet rritja e ndërgjegjësimit dhe mbrojtja e biodiversitetit dhe pasurive natyrore të këtij ekosistemi unik.